këtu faktin që shpati ishte vetëm në dhomë kur ka ndruar jetë. Kështu që çdo përpjekje do të ishte si thua e pamundur që të shpëtonte jetën. Kështu që shpati një ndër figurat më të njohura të muzikës së lehtë shqipe, pra në moshën 20 vjeçare ka filluar karrierën e tij dhe për 25 vjet ka qenë një prej yjeve më të mëdha të muzikës shqiptare në gjitha anët e kufirit. Prandaj edhe vdekja e tij ka bërë jehun jo vetëm Kosovë, Shqipëri dhe në viset e kufritit shqiptar, mirë po edhe në media tjera. Unë kam lexuar edhe në mediat amerikane që e kanë konsideruar shpatin që një i cili ka ndruar jetë papritmas. Kështu pra e kanë përshkruar edhe mediat e huaja vdekjen e këngëtarit të njohur Shpat Kasapi. Faton, deri më tani, a ka informacione se cili ka qenë, po themi, rezultati i autopsisë të bërë nga autoritetet italiane dhe a ka pasur një autopsi të bërë nga autoritetet italiane mbi shkakun real të vdekjes së tij? Sigurisht se ka pasur, sepse pa autopsi dhe nuk mund ta lejojnë të largohet trupi i tij nga shteti italian. Ka pasur, mirë po autopsia është dërguar fillimisht familjarëve të tij, ende për media nuk është bërë publike, mirë po sipas informacioneve që posedojmë, pra shkaku pra i vërtet i mbas autopsisë pra del që ka qenë një sulm i papritur në zemër që i ka marrë jetës dhe nuk është se ka pasur si thua hipoteza tjera janë hudhur poshtë që janë dalë disa hipoteza që për shkak të overdozës ose gjëra tjera që cilat janë hudhur poshtë nga autopsia e cila thotë që arsyeja vetme pra e vdekjes së Shpatit ka qenë një sulm i papritur, një arrest kardiak, pra i cili nuk ka lënë asnjë mundësi të intervenimit. A ka pasur më parë shenjat më parëshme Shpat Kasapi që mund të afektohej nga nga një goditje e tillë me një sulm në zemër, apo ka qenë krejt e papritur? Jo, nuk është se ka qenë e papritur në kuptimin që Shpati disa herë ka pasur si thua disa shqetësime të cilat i ka shfaqur me kolegët e tij dhe me njerëz të tij më të afërt, disa shqetësime në zemër, prandaj edhe thuhet që Shpati përveç që ka shkuar në Itali për shkak djalit të tij i cili ka disa ngecje në zhvillim me ish-gruan e tij, gjithashtu ka shkuar për të bërë disa kontrolle edhe për veten, për shkak se po themi prapë Shpati ka pasur disa shqetësime, mirë po të cilat si thua nuk është se kanë bërë që nuk ka dhënë sinjale se mund të pasohen nga një sulm vdekjeprorës. Pra disa sinjale të vogla ka pasur, Shpati ka shfaqur ato me njerëz të tij të afërt, më mirë po që kanë qenë thjesht sporadike, po themi, disa dhe cilat pastaj me kalimin e kohës, si thua, për një kohë gjatë pastaj më nuk janë shfaqur. Por kur janë shfaqur kanë qenë shumë shenja të vogla, si thua, të shqetësimeve. Mirë po, duket që ato kanë qenë paralajmërime për sulmin goditës dhe tashmë nuk e di në fushën e mjekësisë se nuk dua të futem në atë fushë për shkak se nuk është e një shumë mirë po nuk e di se sa është e mundur që të parandalohet një sulm i tillë kur ka shenja të vogla të si thua disa sinjale po themi të vogla që i kanë dërguar trupit të Shpatit për një rast tillë. Kështu që edhe mirë po mbos të disa mjekëve me cilët kam kontaktuar sulmet e tilla si thua që janë papritur dhe nuk ditë kur ndodhin. Pra, vetëm mundësi do të ishte që në rast të tillë Shpati të ishte në duart e mjekëve dhe në atë moment të intervenonin. Për ndryshe Shpati nuk e kishte këtë fat për shkak se në momentin kur ka ndruar jetë ka qenë vetëm në banesë, në vëmë konkretisht për shkak se ish-gruaja e tij kishte dalë për të kryer disa punë edhe. Faton, a është ky i njëjti rast për Shpat Kasapin ashtu siç ndodhi me babain e tij? Po, i njëjti rast është, i njëjti rast, pra dhe babai i tij Naimi edhe ka pas fatin e tij të njëjtë, pra, duket se mirë po, sipas asaj që unë kam shtetuar dhe kontakte që kam pasur me mjek, në shumicën e rasteve arrestet kardiake janë në trashëgimi, pra janë gjenetike diçka, kështu që duket që kështu po rezulton, pra për shkak se babai i tij në një moshë fare të re dhe ai kishte ndruar jetë, pra
ka informacione të ndryshme për moshën e tij, disa japin që kanë qenë 40 vjeç, disa japin 53, por po gjithsesi edhe ai ka qenë i ri në moshën kur ka ndruar jetë, duke lënë shpatin fare të ri, dikun 13 vjeç, pra ka pas shpati kur babai i tij ka ndruar jetë. Kështu që në këtë kuptim, edhe duke që është përsërit si thua historia në këtë rast. A mund na rrëfeni se si ka qenë njohja juaj fillestare me të dhe më pas edhe ajo që ju ka tronditur, duhet thënë, me ndarjen e tij kryt papritur nga jeta? Po, Spari ju shpreh ngushëllim të gjithë familjes të tij dhe të gjithë të afërmit të tjerë dhe dashurve të tij për një humbje kaq të papritur e befasishme. Nuk e imagjinoj dot tani në një moshë të tillë dhe tek një artist që ishte ai, me shumë shpresa, me shumë optimizëm për jetën, dhe një ndarje kaq e papritur është befasi për të gjithë. Prandaj të gjithë ju shpreh ngushëllimet. Tani vim tek ajo njohja me shpatin, sigurisht janë kaluar shumë vite. Flasim pothuajse po vjen bëhet 20 vite, kur ai sapo kishte nisur karrierën. E mirë mund të themi, një karrierë për një këngëtar shqiptar është shumë brillante për të, sepse e nisi nga një organizim që pati Top Festi i viteve të dekadës 2000-shit, dhe që aty nisi ajo, po unë nuk mund të flas tani për nisën sepse flet vetë jeta e tij edhe historia që ka lënë, por unë mund të flas takimin që kam patur me të. Janë pothuajse pak vite pasi kishin nisur ai karrierën, dhe mund të them ishte viti 2007, mos gabohem. Ai kishte për të dhënë një koncert të parë në Athinë, para emigrantëve shqiptarë Spari, por edhe grekëve që cilët siç rezultoi morën pjesë goxha dhe ishte e mbushur salla tej plot, domethënë sipas organizatorëve, sa s'kishin vende, por s'kishin ndodhur në një Edman, s'kishin vende për të hyrë brenda. Dhe këtë krijoi Shpat Kasapi me atë performancën e tij. Unë e njoha, domethënë si një gazetar, them, sepse kisha nevojë për një këngëtar i cili po kërkonte të sfidonte pothuajse Greqinë pra një event huaj, dhe kishim nevojë edhe për një aktor artist të tillë për të na bërë sa më shumë, domethënë, krenar të gjithë shqiptarët që ishin në Greqi me performancën e tij, se kishte nisur një këngëtar që kishte shumë kualitete, domethënë, të muzikës së tij, të përpunuar domethënë me shqiptare, folk, pop, gjitha bashkë. Edhe po e kam njohur në Athinë. Takimi i parë me la përshtypjen e një djali shumë të sjellshëm, shumë i edukuar, dhe të bënte domethënë që të ndiheje mirë në lidhje me, ishte djalë i ri, se flasim rreth 20 e pak, nuk ishte aq, por shumë i sjellshëm, edhe me fliste për atë ëndrat e tij. Muzika ishte gjithçka për atë. Ishte hera e parë që përjetonte flasi Greqinë, Athinën, dhe kishte emocione. Por unë duke pa, me qenë se organizatorët kishin një marrëdhënie shumë të mirë me të, dhe donin që ta performonin, t'i bënin me tepër një promovonin, mund të thashë. Edhe unë sugjerova se është momenti më i bukur që Shpatin ta prezantojmë edhe para publikut grek. Nuk është fjala vetëm për Shqipëri e trevat e shqiptare, po Greqia ka nevojë
për një këngëtar të tillë, I cili domethënë jo vetëm ndihmon imazhin e tij, por ndihmon edhe të shqiptarëve për treguar se shqiptari nuk është vetëm një punëtor fisnik që punon, si thoshin grekat në atë kohë me rokamata, me ditën e punës, por ka brenda edhe artin, ka edhe sportin, ka gjithçka që ne na kanë përfaqësuar edhe me dignitet. Kështu që ishte një mundësi e mirë për artin, domethënë për muzikën, që ai të depërtonte brenda në televizionin grek. Dhe besoj se arritëm.